Detajet e reja nga ngjarja e rëndë ndodhur në Roskovec. Mësohet se 4 vjeçaria ishte duke luajtur në oborin e banesës kur muri rrethues u shem dhe e zuri poshtë, përpasoj voglushja humbi jetën. Familjarët e kanë transportuar menjëherë vajzën në qendrën shëndetësore të Roskovecit, por fatkeqësisht ajo ka mbritur pa shenja jete. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe ka nisur punën për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e ngjarjes. Informacion para prag. Rreth orës 12:40 në fshatin Suk 2 Roskovec, dyshohet se është shembur një mur rrethues në pronësi të shtetasit LT dhe përpasoj ka zënë poshtë vajzën e tij të mitur rreth 4 vjeçe, e cila ka ndërruar jetë. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.